Gjaja më e keqe që ka mundësi me të ndodhë ty si musliman është që ti me vdek e haramet e veprat e këqija të cilat i ke ba ti me kanë hala funksionale në tokë. Harami që ke ba, hala zhvillohet, ai biznisi me haram që ke ba, hala zhvillohet, ajo muzika që ke ba haram, zhvillohet hala, ai alkoholit e cilin ti ja ke hap dyert e përhapjes e drogës, zhvillohet në tokë, ai zullumi që ke ba ti në tokë, e veç kanë duke u përhap ai zullum, ty të vinë pas vdekjes e të ngarkohen në ahiret. Kjo është gjaja më e keqe që ka mundësi me të ndodhë ty, e gjaja më e mirë që ka mundësi me të ndodhë ty si musliman, është kur ti vdes, e prapa teje lën fjalë të mira, vepra të mira, e vlad të mirë, njerëz lutën për ty, e vlad lutën për ty, derisa që ka thonë Muhamedi alayhi salam, edhe zojt e malhit, e peshqit, lutën për ty, e kjo është gjaja më e mirë që ka mundësi me ndodhë ty si musliman.